Gjerko për kuriozitet, s'pasi ta ke këtu. A ta bëj një pyetje të sinqert? Pse mërziteni kur dikujt ajo i bën, domethënë, shëndritit pyetje për atë gjë? Se s'pas kam qenë as e para. Më thjesht nuk më duket edhe sikur shëndritit të kenë një mangësi, unë mërzitem për faktin që ne jemi të rinj në moshë. Nuk kam asnjë i përkasin brizit të ri. Jo, se gjë këtu interpretohet sikur unë kur bëj një pyetje sikur kam probleme me atë gjë fare, zero. Jo, ti s'ke problem, po ti pse do ta dish për shembull? Jam kurioze. Është pjesë që unë dua të njoh karakterin e atij. Jam thjesht kurioze. Mos ma me për të keq, po është një se tani me të pyetoj ju, e disa po ti pse s'ke një fejes, një martesë, një marrëdhënie? Sepse kam pas marrëdhënie që nuk kanë ecur. Po ti ke pas dëshirë që mos ta flasësh të pjesë. Jo, unë e kam dhënë përgjigjen, jo, e kam. Po ai ka dhënë përgjigjen. Prandaj po them, po ty s'ka ardhur një njeri për të thënë prapë që jo, se ti pse s'e martua akoma. Nëse aty po i shkojnë disa herë. Jo, mos më keq kupto. Ty ta kanë bërë një pyetje, ti e ke dhënë përgjigjen. Ai ja kanë bërë një këtë, jo pyetje, këtë aty ja kanë bërë akuzë dhe i thoshin shko me Kristin, vazhdo me Kristin, edhe ai e ka dhënë përgjigjen. Është bërë ten prime. Patjetër, normal. Edhe ai që pyet për orientimet seksuale, ju bën një pyetje që e preku shumë. I tha mos e do ti Kristin kaq shumë sa po i thosh Ndritit. Domethënë është një sot tani sikur të viun të ti dhe do të pyes 1000 herë pse si ti je lidhur, pse si ti je lidhur, pse si ti je lidhur, pse si ti je lidhur. Ta kanë fjalën. Edhe unë mërzitem sepse është mënyrë e shëmtuar për të atakuar dikë, mendoj unë. Sepse nëse ai ka ardhje dhe të ka thënë mangësi intelekti, mendore intelekti, unë as nuk i thash bravo Samir. E mangët nuk je mangësi mendore, sepse filloj me trurin, me hard diskun, domethënë. Po gjithsesi për çfarë do që ka thënë mbas fjalës mangësi, ta ka cilësu. Ta ka cilësu, domethënë unë mendoj që ti ke mangësi intelekti, mangësi mendore. Nëse ti vjen edhe në ndreshta, në mënyrë indirekte e bën një pyetje. Pastaj thua pse s'vën extension. Ai gjeta me extension. Po, s'është hera parë që i vën extensions. Edhe ai vën prej meje edhe dje, unë isha mërzitur e tash vej extensions që të bëjmë të sketchin e... Unë nuk jam mësuar që jashtë shokët e mi të vën extension. Po ti nëse thua që unë kam shumë miq të ndryshëm. Po, kam. Çfarë lidhje ka? Jo, shokët e mi straight, nuk i kam parë ndonjëherë që vën extension. Nuk duket normale. Nuk mendoj se ai është një TikToker, është YouTuber, dhe nuk mendoj se vën pikpyetja... Ai është TikToker, si YouTuber? Nuk e di. Edhe nuk e di që ai ka bërë besoj se mjaftueshëm skeçe nëpër YouTube dhe TikTok me funny things. Nuk që fakti që ai preket kaq shumë njerëzit i bën që dyshojnë më shumë. Jo, se ai ka dhënë një deklaratë radio që po unë jam një marrëdhënie, jam shumë romantik. Nuk e ka saktuar me çfarë, besoj. Nuk ka thënë unë jam një marrëdhënie me. Unë prandaj mërzitem. Kurioziteti, jetojmë demokraci, e disa çfarë do ti. Nuk kam asnjë problem. Nuk të bën asgjë nëse je straight apo të bën asgjë. Kam goxha miq, ne dim që si në botën e bukurisë. Okej, një pyetje. Nëse unë kisha thënë ty që unë e di sa jam e lidhur, çfarë do ishte pyetja jote? Se lini je lidhur me vajza apo me djalë? Apo do ishte lidhur sa mirë? Unë nuk kam dyshime për ty, ndërsa për dikë që nuk e njoh ai shumë, mund të kem, domethënë, nuk kam zero informacion dhe duhet ta di pak më shumë, s'ka lidhje. Unë personalisht më bën sens. Sepse unë mendoj që kur një njeri do ta specifikojë, për shembull, jam e lidhur, sa mirë nga është ai djali, jo, në fakt është vajzë, dhe ti e merr vesh, kupton? Nuk ka nevojë me pyetje ti je lidhur me djalin apo me vajzë, ti je straight apo lesbike?